Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi në këtë ditë kaq të bukur, me energji kaq pozitive, me adrenalin, me kënaqësi, me të gjithë lumturinë e mundshme. Po nisim sot këtë ditë për të komentuar prap gjestin, prap natyrën e tij, prap njeriun e tij. Tani kjo puna e famës i ka ato të mirat e veta. Puna e famës e ka të lezetin e vetë. Në me thënë, muzika, arti është një profesion i lezetshëm, sepse pos punës që ti mund ta kesh në disa orare të caktuara, do me thënë që ikën për punë, për të bërë në i lek, ka dhe këto kënaqësit, ka dhe këto momentet e bukura, ka dhe këto respektet që në fakt ndodhin gjatë momenteve kur artistët shqiptar kanë turnet e tyre. Respekti është maksimal, me drekat paguara, me darkat paguara, me shëtitjet paguara, do me thënë me dhurata, me blerje të robave, me super respekt që në fakt edhe vetë artistët befasohen se sa zemërgjër janë shqiptarët në për Europë dhe se çfarë mikpritje të mrekullueshme kanë këto njerëz të cilët po punojnë çdo ditë atje vetëm e vetëm për të siguruar një diçka të bukur për ta sjellur në vendlindje. Dhe nga të gjitha video që Gjesti ka postuar në Instagram, por nuk është vetëm Gjesti, janë të gjithë artistët që zakonisht kur kanë turne në për Europë, kur kanë apo qofte edhe në shtetet e larta të bashkuara të Amerikës, do me thënë mikpritja është gjëja më kryesore që ne shqiptarët si popull e kemi, pa marrë parasysh sa të angazhuar të jenë njerëzit në Europë, sepse jeta atje nuk është si të ne në Ballkan, do me thënë ato kanë një ritëm të jetës shumë më dinamik, janë më të angazhuar në punë, janë më të angazhuar me orare, do me thënë orare duhet respektuar strikte dhe ato për që të të respektojnë maksimum duhet lënë punën e tyre dhe të respektojnë ty. Dhe kështu kanë bërë. Realisht kështu kanë bërë. Ato kanë lënë punën e tyre dhe kanë respektuar Gjestin në të gjitha momentet e qëndrimit të tij në Gjermani, po ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a kudo që ai shkon. Dhe kjo është në fakt kjo është për duartrokitje se sa zemërgjër dhe se sa të mirë jemi ne shqiptarët kur na vjen ai joni, kur na vjen shqiptari jonë edhe gjithmonë me thënë dim ta respektojmë. Për shembull, kujtoj një shoku im gjatë një bisede ka thënë që unë kam një apartament në shtetin ku ai jeton, edhe kur vinë shqiptarët dhe që më thonë që janë shqiptar, unë asnjëherë nuk i lë të shkojnë të rinë me qira, do me thënë këto që janë për shëtitje. Asnjëherë nuk i lë të shkojnë nëpër hotele, por i respektoj tek banesa ime, do me thënë janë shumë zemërgjër dhe kjo na bën vërtet të ndjehemi krenar dhe faleminderit shumë që i kemi. Një gjë të këtill ka kaluar edhe Gjesti. Ai në Instagram na ka nxjerr shumë video të bukura. Për shembull, parukieri i kishte shkuar te hoteli t'ia heqën flokët. Imagjinoni çfarë respekti, i ka shkuar te hoteli parukieri nderuar i respektuar shqiptar vetëm t'ia heqën flokët Gjestit. Një fenomen i këtill ekzistonte edhe me Luizin. Unë mbaj mend parukieri i cili është prej Dibrës, dua ta përshëndes se e njoh personalisht, domethënë ja heqte flokët Luizit special, vetëm domethënë për ta respektuar dhe për ta nderuar. Po për shembull Gjesti bënte shaka dhe me hallat, i takoi hallat Gjesti. Jo hallat e veta, po i takoi ca goca të cilat kishin vënë paruke interesante në kokë dhe dukeshin të gjitha të ngjajshme dhe Gjesti i quajti halla. Unë i kam marrë këto 2 videot nga Instagrami i Gjestit, kërkoj ndjes, edhe do t'ua sjell pak tani ti dëgjoni me zë, se sa i lezetshëm është Gjesti dhe sa kënaqësi po na sjellën. A mundet lutem ti dëgjojmë pak me zë këto videot për hatër të publikut tim, të cilët janë shumë të mirë dhe mezi presin. Sa era kështu me hallat e mia. Nuk ka lënë një sa era Është kjo videoja për të cilën u thash, do me thënë videoja me halla, do me thënë njerëzit tolerojnë çdo gjë, çdo shaka, vetëm të kënaqet Gjesti dhe të ndjet i mirëpritur, do me thënë të ndjet si në shtëpinë e tij, të ndjet si në zemrën e tij. Ka dhe një video tjetër ku Gjesti po heqën flokët tek hoteli, do me thënë që ka një respekt të veçantë nga
parukjeri i tij, i cili mundohet që t'i jepë gjestit vetëm respekt, vetëm dashuri, vetëm pozitivitet, dhe këtë video unë do t'ua sjell së shpejti derisa ta bëjnë gati. Por mbi të gjitha, do të thënë mikpritja, respekti, dashuria që gjestin po e bën që gjesti të jetë happy, të jetë i lumtur, kjo është një dhuratë shumë e bukur për një artist. Çuditërisht, ajo që mua pak po më befason është fakti sepse gjesti nuk është asnjëherë koklar, se për shembull ai mund ta quan faktin që unë jam artist, edhe pse duhet i nxjerr gjërat në rrjetet sociale, pse duhet të për shembull ti falenderoj etj, po gjesti është shumë modest, është shumë njeri i thjesht, është shumë njeri i drejtë, është shumë njeri pozitiv, është shumë njeri i mirë, saqë në asnjë mënyrë domethënë nuk e ulën apo nuk është mos mirënjohës për atë se çfarë ka fituar në jetë. Bëhet fjalë për këtë videon e dytë që ju tashmë do ta shikoni, ku gjesti është shumë krenar që për shembull ky çuni po ja heqën flokët tek hoteli ku gjesti ka qëndruar. Mundet lutem zërin për publikun. Me berber personal. Personal berber. Gjesti po ndjet shumë happy edhe shumë i lumtur në këtë pikë, domethënë po ndjet shumë i kënaqur dhe kjo e bën gjestin që të jetë në qendër të vëmendjes. Unë uroj që gjithmonë të shkon jeta kështu, uroj që gjithmonë të jetë i lumtur, gjithmonë të jetë happy, e ka merituar këtë momentin, ka luftuar për këtë momentin, është i vetmi njeri që i qëndroi ëndrës së tij besnik, e ndoqi ëndrën, mund të themi çfarë të duam, mund të thoni çfarë të doni, askush nuk e ka guximin e gjestit, askush nuk e ka forcën e gjestit për t'i shkuar ëndrës deri në fund. Njerëzit ndikohen nga mendimet negative dhe gjërat i lënë në gjysmë, ndërsa Zoti don ato njerëz që gjës së tyre nuk e lanë në gjysmë, por i shkojnë deri në fund, dhe normalisht ti shkojsh ti një ëndrës deri në fund dhe të mos jesh i suksesshëm nuk ka shans. Domethënë suksesi është i garantuar kur ti e ndjek ëndrrën tënde. Gjesti ndoqi ëndrrën, luftoi për ëndrrën, u izolua, bëri të gjitha mekanizmat e mundshme për ëndrrën e tij dhe hallalli qoftë se çdo njeri po që se do kishte vetbesimin e gjestit dhe guximin e gjestit, sepse është ndryshe të flasësh, ndryshe ta provojsh me vetbesim, atëherë do t'ishte tepër i suksesshëm. Le të jetë gjesti një shembull për të ndjekur se si ne do mundemi të realizojmë ëndrrën tonë, që edhe ne një ditë të jetojmë si pasha. Domethënë jemi ne vetë ato që zgjedhim të jetojmë të lumtur apo të jetojmë me mendimet negative, të cilat ne na vinë në kokë nga shoqëria, e cila nuk dëshiron që ne të luftojmë, të punojmë edhe të ngritemi për të arritur qëllimet edhe sukseset tona. Njerëz pa gabime nuk ka, vetëm Zoti është perfekt, atëherë le t'i pranojmë gjërat ashtu siç janë, le ta duam veten dhe le të luftojmë për të arritur qëllimin ton. Gjesti është shembulli më i bukur që duhet ndjekur për të kuptuar që me shumë forcë, me lot në sy, me fyerje shpirtërore, duke mos u dorëzuar kur, duke patur besim vetëm në Zotin, ne mund t'ja arrijmë qëllimin ton. Përndryshe, duke u larguar nga Zoti, ne kemi humbur betejën me veten ton. Zoti është frymëmarrja jon. Zoti është arsyeja që ne luftojmë çdo ditë për të bërë vepra të bukura. Unë ju uroj gjestit gjithat mirat me shumë kënaqësi, e pres tashmë projektin e radhës Gasolin.